Si të shërohesh duke përqafuar nënën e brendshme, një udhëtim drejt lirisë emocionale. Para se të ndiqni këtë artikull, mos harroni të piqeni faqen tonë. Shërimi emocional është një nga udhëtimet më të thella dhe sfiduese të jetës. Sipas psikologjisë jungiane, një nga pengesat më të mëdha për të arritur lirinë e vërtet emocionale është marrëdhënia me arketipin e nënës, jo vetëm me nënën reale, por me imazhin e saj të brendshëm që formohet në fëmijërinë tonë dhe vazhdon të ndikojë në jetën tonë si të rritur. Ky artikull, i frymëzuar nga idetë e Carl Gustav Jung dhe koncepti i besnikërisë së padukshme të Bert Hellinger, do të eksploroj se si mund të shërohemi duke ridefinuar marrëdhënien me nënën tonë të brendshme dhe duke çliruar veten nga modelet e vjetra që na mbajnë peng. Ja pikat kryesore për të kuptuar dhe ndërmarrë këtë udhëtim transformues. 1. Kompleksi i nënës, gjurmët e fëmijërisë në jetën tënde. Carl Jung prezantoi konceptin e kompleksit të nënës, një grup modelesh të pavetëdijshme që formohen gjatë fëmijërisë rreth figurës së nënës. Këto modele ndikojnë në emocionet, pritshmëritë dhe reagimet tona si të rritur, edhe kur nuk jemi të vetëdijshëm për to. Kompleksi i nënës nuk ka të bëjë me fajësimin e saj, por me njohjen e gjurmës emocionale që prania ose mungesa e saj ka lënë në botën tonë të brendshme. Për shembull, një kritik e thjesht mund të na lëndojë thellë. Mund të dyshojmë në dashuri ose të kërkojmë vazhdimisht miratim. Këto reagime janë shenja të një skenari të brendshëm të krijuar kur ishim fëmijë, kur sistemi ynë nervor po mësonte se çfarë do të thotë të ndihesh i sigurt. Edhe nëse nëna jote ka qenë fizikisht e pranishme, dashuria e saj mund të ketë qenë e kushtëzuar, ose ajo mund të ketë qenë e zhytur në vështirësitë e saj, duke lënë pak hapësirë për nevojat e tua. Kjo gjurmë formon idenë që ke për veten dhe ndikon në mënyrën se si ndërvepron me botën. 2. Arketipi i nënës, një forcë universale që mund të jetë ka fazë. Në psikologjinë jungiane, arketipet janë modele universale të përvojës dhe emocioneve. Arketipi i nënës është një nga më të fuqishmit. Në formën e tij harmonike, përfaqëson dashurinë, mbrojtjen dhe origjinën. Kur është i shtrembëruar, kthehet në një burim kontrolli, frike nga braktisja ose varësie emocionale. Kjo nënë e brendshme mund të jetë gjykuese, duke të bindur se duhet të jesh i përsosur për të merituar dashuri, se nevojat e tua janë të tepërta, ose se ambicia jote është e rrezikshme. Ky zë, që mund të ngjajë me atë të nënës tënde, tani jeton brenda teje dhe ndikon në marrëdhëniet e tua si i rritur. Për shembull, mund të presësh që partneri yt të shpëtojë ose të shërojë plagët e tua të fëmijërisë, duke krijuar pritshmëri të pamundura që çojnë në zhgënjim. Hapi i parë, vëzhgo kur reagimet ose frikrat e tua vijnë nga ky arketip dhe ndalo së identifikuari atë si pjesë thelbësore e teje. Kjo të lejon të fillosh të shkruash një histori të re, më autentike. 3. Besnikëria e padukshme, pse ndjesh faj kur shërohesh. Sipas Bert Hellinger, besnikëria e padukshme është një pakt i pavetëdijshëm ku ti mund të ndihesh sikur shërimi për te dhimbjes së prindërve të tu është një tradhti. Kjo manifestohet si vetsabotim, dështon kur je gati të arrish sukses ose tërhiqesh nga dashuria kur ajo bëhet e qëndrueshme. Pasqyrimi i dhimbjes, imiton vetmin, heshtjen ose vuajtjen e nënës tënde për të qëndruar i lidhur me të. Ndjenja e fajit, të duket sikur të ndihesh më mirë se ajo do të thotë ta humbësh dashurinë e saj. Për shembull, nëse nëna jote ka qenë e vetmuar, mund të qëndrosh i vetmuar për të nderuar lidhjen me të. Ky pakt i heshtur të pengon të jetosh plotësisht jetën tënde. Hapi kyç, kupto që dhimbja e saj nuk është e jotja dhe se shërimi yt është një akt i së vërtetës, jo i rebelimit. Thuaj, të nderoj duke zgjedhur të rilind, jo duke përsëritur plagët e tua. 4. Riedukimi i vetes, bëhu nëna që të duhet. Shërimi i vërtet fillon kur mëson të jesh nëna që fëmia i brendshëm i jot ka nevojë. Kjo do të thotë: dëgjon ndjenjat e tua, mos i refuzo trishtimin, frikën ose mbingarkesën. Pyet veten, çfarë më duhet tani? I mirë me veten, ofroni vetes dashurinë dhe udhëheqjen që ndoshta nuk i ke marrë kurrë në mënyrë të vazhdueshme. Vendos kufi, mbro veten nga kritiku i brendshëm dhe nga modelet që të shtyjnë të sakrifikosh nevojat e tua. Kjo formë e prindërimit të brendshëm është një disiplinë që kërkon prani të vazhdueshme. Ka përce dështimet pa u zhytur në turp, lejo veten të pushosh pa faj dhe festo veten pa kërkuar leje. Kjo është baza për një vetvlerësim të qëndrueshëm dhe për marrëdhënie të shëndetshme me të tjerët. 5. Thyrja e ciklit, zgjedhja e një jete të re. Të thyesh modelet e vjetra nuk do të thotë të fshish të kaluarën, por të zgjedhësh të mos e lejosh atë të përcaktojë. Ti nuk je më fëmijë, tani ke fuqinë të zgjedhësh. Lirohu nga versioni i lënduar i vetes, ndalu së identifikuari me plagët e tua. Hiqu mitit të shërimit të jashtëm, shërimi yt nuk varet nga ndryshimi i dikujt tjetër, si nëna jote. Jeto sipas vlerave të tua, lër plagët të jenë mësime, jo udhëzues.
Transformimi ndodh në momente të vogla, kur thua jo pa faj, kur ndalon se kërkuari falje për ekzistencën tënde, kur zgjedh të ndjek dëshirat e tua pa frikë. Këto janë revolucionet e vogla të përditshme që çojnë në liri emocionale. 6. Ridefinimi i nënës së brendshme. Ti je shëruesi yt. Nuk ke nevojë të presësh lidhjet me nënën tënde për të shëruar, por duhet të ripërcaktosh rolin e saj brenda teje. Ndalu së prituri që ajo të ndryshojë. Në vend të kësaj, bëhu nëna jote, ofroni vetes dashurinë dhe mbështetjen që ke kërkuar gjithmonë. Integro arketipin me vetdije, sa më shumë ta përqafosh nënën e brendshme, aq më pak do të kesh nevojë për miratim nga jashtë. Nga ky vend mund të duash pavarësi, pa inat dhe pa shtrembërime. Ti bëhesh burimi i forcës tënde, duke krijuar hapësirë për një gëzim të lirë, një vetvlerësim të patundur dhe një dashuri që respekton dinjitetin tënd. Përfundim, ti je fundi i ciklit. Shërimi nuk është mohim i dhimbjes, por zgjedhje për të mos e bërë më shtëpinë tënde. Çdo hap i vogël, çdo lojë i ndershëm, çdo kufi i vendosur, çdo moment kur zgjedh veten, është një revolucion që të çon drejt lirisë. Ti je plaga jote, por ti je edhe shëruesi yt. Merr penën në dorë dhe fillo të shkruash historinë tënde të re. Thuaj me zë të lartë, unë jam fundi i ciklit.